Si kalut shqiptar, pyetje inteligjencë për ju. Kush nga ju e di nga çfarë mahet ekonomia shqiptare? E dini përgjigjen e kësaj? Ty japi sekond kohë. Mund të më thoni turizmi, blegtëria, bujqësia, gjëra kështu. Ekonomia shqiptare mahet nga lutjet, edhe nga lekët e drogës, po kryesisht nga lutjet. Shkoni pak njëri nga ju te Instati dhe mundohuni me mëgjet kush shkruhet në kun se sa është minimumi i nevojshëm i lekëve për të jetuar në Shqipëri. Jo paga minimale, se është gjë tjetër, domethënë është e ngjashme, mund të duket se e njëjta gjë, po jo në kontrata pune. Sa është minimumi i lekëve për të jetuar? Dëgjoni që përmendet diçka për shembull 270.000 lekë që konsiderohet që i varfër poshtë kësaj, po nuk ka minimum të caktuar. Pse nuk ka o zemër? Sepse asnjë nga bankat nuk do jep të dot në kredi, pranaj. Shteti o plak është në dieni që shumica e GDP-s shqiptare përbëhet nga lekë droge. E keni vurë këtë gjë besoj duhet jetë më tepër se 50% ajo. Lekë droge, GDP-s shqiptare. Ke parasysh që kena rroga afrikane po çmime gjermane me çfarë po hajm? Me lekë droge. Kështu që shteti është në dieni që ke përdashur me marr kredi, me i deklaru gjëra të tilla, e kupton? Shteti është në dieni që nëse e vë minimumin e nevojshëm për të jetuar, te Instati, banka nuk do mund të t'japi kredi ty. Kështu që ta bën këtë gjë të mundur, nëse do me deklaru lekë të drogës, por nëse të kapim të shik drogë do ikësh në burg, se nuk lejohet. Shpresoj të më keni kuptuar si e shpjegova, se u munova me rast shkurt të shqetur, duket kështu si e ndërlikuar, po është vak shumë e thjeshtë. Është e njëjta gjë me faktin që bari për shembull kanabis është i paligjshëm në Shqipëri. Po e di çfarë është e ligjshme? Grinder i barit. Keni parasysh kjo që bë grind ose ose letrat me rrollit, pse janë të ligjshme këto nëse është bari i paligjshëm? Jo, këto blej po deshe. E dim që po merresh me drog, mund t'i deklarosh, por mos u merr me drog, se është e paligjshme. Faktori kryesor që e mban akoma të rrotulluar ekonominë shqiptare nuk janë mos lekët e drogës, se lëmë këto turizmi, këto tjera, biznesi i vogël, janë thjesht lutjet. Lutjet tona, domethënë fakti që ne presim vazhdoj të funksionojë akoma, për ne më gjallë ky shtet. Është thjesht një piramidë e madhe, bazuar në besim. Është thjesht një rag pull i madh që pritet të ndodhi, një kolaps që pritet të ndodhi. Kur të bëj kolaps? Kur të bëj kolaps? Dikujt atje lart do i shkoj menja me marrja 10 miliardë euro me i fut te cica, me shku me gjet në ishull, se Jeffrey Epstein. Kjo pritet të ndodhi. Ky në fakt duket sikur gjë problem serioz, që do jena të gjithë fakt komplet si shtet, nëse nuk e zgjidhim këtë problem në mënyrë të menjëhershme. E di si mund ta zgjidhim këtë problem ose? Si thu sikur të ndalojmë ty të bësh seks kur je me pushime. Kjo ka për ta zgjidh. Ju uroj të gjithëve të kaloni një ditë të këndshme.